jam mundue me respektu deri në maksimum idenë e Ibrahim Rugos. Në Tiranë biseda që ne kena pas 3 vetë, ti e din shumë mirë. Sistemi i mbrojtjes në Kosovë akon në vakum ose s'ka ekzistu struktura hese, se Nik Xheloshi pa të dhënë ndërheqje dhe Ramushi pa të dhënë ndërheqje. Ata si kanë tregu faktet pse. A ka pas ushtar dhe ushtri të organizuar? Ne nuk kemi pas ushtri të uniformuar që ka pas këtë ose atë amblem. Dega jonë në Detroit me 1990 ose 91 ka ble $2 milion armatim, i ka vu në anije edhe i kanë shu ndërs. Qatë kontingent ka pas Tringjera Krahi, Rugova ka komuniku edhe me ata i cili ideologjikisht ka menu ndryshe. Fillet e para që kanë bërë këto 2 grupe, këta njerëz janë ushtria e Kosovës. Ky mohimi reciprok, jo ka UÇK, jo s'ka UÇK, jo ka FARC, jo s'ka FARC, për mua është mjerim. Anton Kolaj, ke qenë ministër i mbrojtjes i Bujar Bukoshit, i Femi Aganit, a i Ibrahim Rugovës? Une kam qenë ministër i mbrojtjes i Ibrahim Rugovës. LDK-ja sot. Bashkë bisedimin me zotin Anton Kolaj e kemi realizuar kohë më parë në studion Fakte. Për këto dhe shumë të tjera, këtë të shtunë në ora 21 në KTV, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin, pjesa e 2.